atëherë Meloni merret si shembull, dakord jam unë, por Meloni edhe si u zgjodh kryeministre, por dhe ajo u zgjodh bas një aleance të fuqishme, se pa votat e Forca Italias dhe pa votat e Lega Nordit dhe të tjerë nuk do bëjë kryeministre, se nuk e kishte shumicën. Është zgjedhur kryeministre me 33% të votave të partisë saj. Pra, Lega djathtë, është ekstremi djathtë. Do të them që bashkimi bën fuqinë, dhe këtu do të dalë tani po e marr fjalën çik në mënyrë abuzive ndoshta. Unë kam dy vëzhgime. Kjo është një korrigjim të vogël, më falë pastaj mund të vazhdosh. Meloni u bë kryeministre kur ishte partia e parë në Itali. Po, si parti e parë e thash, sapo e thash. Kur bë parti e parë. Po s'kishte shumicën për të bërë qeverisje. Sapo e thash, me 33% e lidhë shifra. Domethënë juve me juve me juenin keni këtë të përbashkët, që e njihni sepse edhe zonja... Shiku duhet të dalë diçka, tani jemi para zgjedhjeve dhe ne po flasim për programet, unë jam shumë dakord. Por kur i dëgjoj Partinë Demokratike dhe zotin Sheja me dallime të vogla perceptimi, pak a shumë qëllimi është i njëjtë. Dhe çfarë ide më vjen mua dhe gjithë atyre që ndjekin? Ideja është kjo, që ndoshta duke e sulmuar kaq fort Agron Çejajin apo këdo tjetër, po veçanërisht në rastin e Agronit, sepse për shembull, unë jam informuar nga shumë njerëz të cilët janë të përndjekur politik, të cilët ishin harruar për hir të së vërtetës, të cilët janë telefonuar nga zyrat e zotit Çejaj për t'i riafruar, për t'i ngrohur, sepse duhet flasim dhe duhet themi edhe çfarë të vërteta që të përndjekurit politik. Ne kemi afruar sipërmarrësit. Ne kemi afruar... Po flas për atë pjesë bërthame që nga e cila vjen... Sheaj tha ata që ishin harruar, pra sipërmarrësit takon dhe Berisha, sipërmarrësit takon dhe Rama, po thot ata që Partia Demokratike që mendoj... Jo, një sekond, të ndajmë gjërat. Nuk e kisha për keq, po të ma lejo të mbaroje. Si mund tjetë për keq, pikërisht pra, po flas, po them diçka. Mund tjetë kur për keq. Po të mbaroj Po them thjesht që ne i kemi afruar të gjitha të harruarit, nuk janë vetëm ata, të harruarit janë sipërmarrësit që duan t'ja dalin me punë të ndershme. Ata janë më të harruarit, atyre u vin për ditë, do kërkojnë para. Dakord? Të harruar janë gjithë ata që mundojnë t'ja dalin me punë të ndershme. Po si target group, sipërmarrësit shënjestrojnë në të gjitha tryezat ekonomike nga fosat e mëdha. Jo si kemi bërë ne. Dakord. Jo si kemi bërë ne. Mbaroj e humbas pastaj fillin, duke qenë se puna ime ka nisur shumë herët. Atëherë po flas që janë ngrohur, janë telefonuar, janë përkrahur, duke qenë se bërthama e Partisë Mundësia është pastërtisht, kthjelltësisht e djathtë. Dhe ideja që ndër këto vite Partia Demokratike shpeshherë ka qenë fluide për sa i përket konservatorizmit të saj, duke qenë se ka pasur në krye Lulzim Bashën që jo vetëm është përfolur, po më shumë se diçka përfolje ka pas lidhjet e tija me Sorosin, me të djathtën liberale etj, ka zënë vend diçka më shumë se gjithë partitë e reja. Por duke u sulmuar kaq fuqishëm nga Partia Demokratike në shumë raste, shpeshherë edhe për korrupsion apo favore nga qeveria, mua më duket dhe kam parë dhe në terren që po rritet në kuota. Mos ndoshta Partisë Demokratike, jo vetëm dhe intereson, pse po ta them këtë, që të fuqizohet zoti Shejaj. Dhe pse po ta them këtë? Kanë munguar vetëm në Tiranë mbi 200.000 vota demokratësh që nuk kanë dalë nga shtëpia. Një pjesë e tyre për mungesën e vulës dhe të emrit të partisë dhe një pjesë e tyre sepse nuk i kishin zgjidhur hallet, u lodhën, u drobitën nga një opozitë shumë e gjatë dhe u plagështuan dhe nuk dolën. Këto hallet e këtyre 200.000 Po jo, një sekond ta mbaroj. Një pjesë e këtyre do dalin tani që është vula. Do i bashkojnë Partisë Demokratike, do i rritin shifrat. Por një pjesë do shkojnë ndoshta tek një ambar po i djathtë, duke qenë se kanë pa kënaqësitë e tyre dhurata, duhet ta pranojmë. Ndoshta më mirë. Kam dhënë një pyetje për dhuratën. Dhurata do t'ja zgjidhësh ti dhurata, çka ke bërë ti në jetë që tani vjen edhe do i zgjidhësh problemet e shqiptarëve? Më trego pak. Po mos e personalizoj, le të mbaroj argumentin.